Dikur I famshëm sot pa shtëpi, historia e errët e yllit të Nickelodeon. Dikur një fytyrë e njohur për miliona shikues të Nickelodeon. Taylor Case tani po jeton një jetë shumë larg dritave të studios dhe rutinave të skenarizuara. Shumë persona supozojnë se fama garanton stabilitet afatgjat, por historia e tij pasqyron një realitet të ndryshëm. Ish aktor I fëmijë njohur më së miri për rolin e Martin O'Quarrie në Needs Declassified School Survival Guide. Aktualisht jeton në rrugët e Kalifornisë duke përballur me kushte të vështira, ndërsa refuzon ndihmën e ofruar nga autoritetet. Në javët e fundit, disa video që e tregojnë të çrregullt në rrugë janë bërë virale, ndërsa I lën fansat habitur nga sa drastikisht ka ndryshuar rrethanat e tij. Policia konfirmon se atij është ofruar ndihmë disa herë, duke përfshirë strehim, mbështetje për shëndetin mendor dhe trajtim për varësinë nga substancat, por ai vazhdon të refuzojë këto mundësi. Pavarësisht të vëmendjes në internet, ai thuhet se nuk ka problem me videot që qarkullojnë dhe mbetet I qetë gjatë ndërveprimeve me oficerët. Casey ishte vetëm 15 vjeç kur mori rolin që përcaktoi karrierën e tij të hershme, duke bërë një pjesë e njohur e programacionit në fillim të viteve 2000. Pasi mbaroi seriali, vrulli I tij si aktor u ngadalsua me vetëm disa role më të vogla që e pasuan atë. Ashtu si shumë ish aktor fëmijë, kalimi larg një industrie të strukturuar rezultoi sfiduese dhe stabiliteti që dikur vinte me punën në televizion gradualisht u zbe.